Në Vlorë janë sekuestruar pasuri me vlerë rreth 12 milion euro, të dyshuara si të përfituara nga veprimtari kriminale. Hetimet janë zhvilluar nga specialistët e krimit ekonomik dhe financiar në DVP Vlorë, në drejtimin e prokurorisë së Sarandës dhe kanë çuar në sekuestrimin e pasurive që u përkasin 2 shtetasve me precedent penal: Kristi Qirici, alias Jetmir Hoxha, dhe Adriatik Kalemi. Kristi Qiricit, i njohur për veprimtari në fushën e narkotikëve, janë sekuestruar 2 hotele në Sarandë, një 6 katësh me 37 dhoma dhe një tjetër 4 katësh me 15 dhoma dhe lokal shërbimi. Ndërsa Adriatik Kalemit, aktualisht në burg si i dyshuar për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa dhe me precedent për krime ndaj personit, i janë sekuestruar një lokal në Tiranë, një apartament në Sarandë, si dhe disa pasuri të paluajtshme në Vlorë e Tepelen. Gjithashtu, ndaj Kalemit janë bllokuar edhe pasuri të luajtshme, përfshirë një mjet lundrues, 4 automjete dhe 12 llogari bankare. Në drejtimin e prokurorisë së Sarandës vijon puna për gjurmimin dhe identifikimin e aseteve të tjera që mund të jenë regjistruar në emër të personave të lidhur me këta shtetas.